Me trajnerin më i njohur të basketbollit shkodran, por edhe atë të Kosovës, Bledar Xheçaj. Themi të Kosovës sepse profesor Bledari në janar u transferua në Prizren, ku morë drejtimin e skuadrës së Prizrenit duke shkëlqyer në kampionatin kosovar. Urime për mbylljen me shumë sukses të këtij kampionati. Faleminderit, me të vërtetë ishte unë fakt kam shkuar që në fillim sezonit dhe detyra ime ka qenë zëvendës trajnerit, por gjatë periudhës më qëlloj me bëllë trajnerin e parë, pasi në mes sezonit të ndrua trajneri dhe kam ndajt një muaj në drejtimin e ekipit, duke fitu 4 ndeshjet kryesore të skuadrës, dhe ishte një eksperiencë e re për mua. Kam përfituar shumë sepse atje është profesionizëm dhe trajnerët të cilët ardhen, të cilët pata fatin me punu, kanë në mënyrë tjetër punët dhe çdo gjë është futet në atë, si i thojmë ne, edhe në eksperiencën gjë që të bën më zhvillu dhe më shumë. Profesor, me sa kemi ndjekur dhe ecurinë e skuadrës Prizrenit, në fazën e parë keni qenë bashkë trajner me kolegun tuaj nga Malizi, ndërkohë që në janar morë drejtimin si trajner i parë dhe ngritje skuadrën nga vendi 6 deri në finaliste. Pra tregon një sukses për ju. Ndoshta ishte edhe inercia, por ishte detyrë e vështirë për mua ato. Ai muaj ka qenë shumë i vështirë sepse me ushtu puna me 2 trajnera dhe njëkohësisht ishte edhe me administru mirë skuadrën, sepse skuadra kishte shumë lojtarë të mirë cilësor. Atje është tjetër nivel edhe lojtarët janë shumë ngritur nga ana profesionale. Por fati ishte sepse në drejtimin tim i fituam 4 ndeshjet dhe e kryeva mas miri punën. Pastaj ardhi trajneri tjetër nga Slovakia, Norvegjin Kroate, ishte trajner kroat, por që kishte punuar në Slovaki dhe vazhdom atë inercinë tonë, thash, e përfundum kampionatin vendin e parë, por në play-off pastaj dolëm në finale dhe nuk pat me fat sepse dëmtimi i një lojtarit na solli që me humb një ndeshje në Prizren dhe ajo na prishi pak atë ritmin. Megjithatë ka qenë një sukses për ne sepse ekipi ka qenë vite të tjera ka qenë nivele shumë të ulta dhe si vjet ne nxorëm në finale dhe gjithë Kosova flitte për ekipin, po kështu shtu interesimi dhe besoj për mua ka qenë një eksperiencë mjaft e mirë dhe kënaqësi, njëkohësisht. Profesor Xheçaj, kjo është hera 2 që riktheni në Prizren, fillimisht në qenë si basketbollist kampion, tashmë si trajner. Si u priti ambienti në rol tjetër i Prizrenit? Ai brezi vjetër mu matë mend, por brezi i ri kanë kaluar 20 vite tashmë, dhe por ato nuk muoshin ata brohorit në sallat sportive dhe kishte kënaqësi, me thënë drejtën. Po ashtu kur fitoshim, më kujtoheshin ato vitet e lavdishme këtu kur ishim kampion, shumë kënaqësi, me thënë drejtën, edhe adrenalina u rrit me kalimin e kohës. Duke pas edhe sukses është gjë e mirë. E kundërta mund me ndodh mos me pas sukses, por kur ke sukses është gjë shumë e mirë dhe jam shumë i kënaqur. Së bashku me ju në fillim të sezonit ishte edhe djali juaj Veton Xheçaj, i cili me kërkesën e vllaznisë u rikthye në pjesën e dytë të sezonit në Shkodër pranë vllaznisë. Por sipas informacionit duket se do të rikthehet përsëri në Kosovë, apo jo? Jo, është vërtet. Pëlqej, në fakt edhe por ka punë shumë për të bërë. Atje thash është profesionizëm dhe atje filloi si lojtar i huaj. Kishte vështirësitë veta, kështu që ato mendonin për më ardhë njëkohësisht do t'i bëhet e mirë që edhe me lujt. Ardhi me lujt gjithë sezonin Shkodër, tash është pjesë e ekipit Huazim ardhi. Përsëri pjesë e ekipit. Si vjet ekipi do të marrin pjesë në Eurocup, pasi janë finalist kupës dhe të kampionatit dhe kurse Trepça ekipi më i mirë merr pjesë në garet e Champions League-s. Është gjë e bukur, eksperiencë tjetër thash prap. Si vjet ekipi ka synime të tjera prap. Por ai që na ecin mirë edhe vazhdojmë në rrugën që kemi nisur. Pra, me çfarë shikohet, Bledar Xheçaj do të vazhdojë të jetë trajner i bashkimit të Prizrenit? Për momentin do të vazhdojmë sepse trajneri është ndrru, trajneri kryesor, po unë do të jem trajner bashkë me trajnerin tjetër, dy do të jenë përsëri. Do të vinë një trajner kryesor i cili mendohet të jetë o nga Greqia ose përsëri nga Malizi. Ta shohim. Bledar, faleminderit, urojmë edhe një herë Faleminderit edhe ju.